breza. Ka futur kolateral. Kolateral 2 breza të atij vendi. Me Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk ekziston kjo kontratë sepse nuk ndërton dot. Shtetet Bashkuara të Amerikës të shesin vetëm dizajnin. Dhe pastaj ti duhet hysh në biznes, në marrëveshje me firma të ndryshme që ta ndërtojnë atë. Siç i ndërton Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra është biznes i lirë. Por kjo është një lloj gjë që nuk mund të jetë biznes i lirë. Duhet patjetër të jetë nën kontrollin e shtetit, sepse përbën politikë të rëndësishme shtetërore. Dhe në momentin që e lë të lirë, atëherë ky ndërtimi mund të shkojë 30 vjet sa që shkojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës për 2 reaktor. Prandaj askush nuk ka leverdit i kësaj dhe nesër gjithkush ku do përfundoj te dyert e Kinës dhe të Rusisë. Për shkak të për energjinë për këtu. Sepse energjia është gjithçka. Sepse po rritet përdorimi i çdo lloj gjëje teknologjie të re. Pra çdo teknologji që vjen, çdo risi teknologjike kërkon energji. Por nuk mund ta mbulosh me energjinë e rinovueshme. Do energji të vazhdueshme dhe fuqi energjetike. Kështu që kjo. Pra je detyruar, do të detyrohen shumë vende të shkojnë. Hiq vendet si puna jonë që kemi lumej, të cilat po i privatizojmë dhe nuk na duhet reaktori bërthamor, po vendet e tjera që nuk kanë burime të tjera natyrore janë detyruar të shkojnë te reaktori bërthamor dhe normalisht do shkojnë atje ku ju kushton më lirë dhe ku e kanë më kollaj të firmosin që t'i vënë 2 preza kolateral dhe të sigurojnë një të ardhme për vendin e tyre. Dritan, edhe një zhvillim tjetër, se pastaj do shkojmë pak tek lufta Ukrainë-Rusi. Si e vlerësove këtë qëndrimin e qeverisë së re britanike me kryeministrin e ri britanik, i cili ndryshe nga ish kryeministri ka lejuar që Shtetet Bashkuara të Amerikës t'i përdorin bazat britanike për të bërë sulme mbi Iranin. Sepse ka patur edhe një reagim nga ana e Iranit, i cili tashmë pas këtij vendimit britanik i konsideron legjitime sulmet mbi bazat britanike. Po, është e njëjta gjë. A do ta ndryshojë kjo Izraelit, pra që në rast se avionët ngrihen nga bazat ushtarake izraelite dhe sulmojnë Iranin, është ligj. Pra Irani në këtë moment e konsideron legjitimim sulmimin e Izraelit. Po. E njëjta gjë ndodh edhe me Anglinë. Aktualisht Irani nuk është se ka kapacitetet të sulmojë bazat ushtarake angleze në Angli, pra nga është ngritur B-1 është ngritur nga Anglia. B-1 që ka përdorur dje. B-1 që folën. Ngritur nga Anglia. Por ka një bazë ushtarake angleze, 2 baza ushtarake angleze në rajon, është një në Akrotini të Kipros, edhe një është në Diego Garcia. Më afër se ajo Akrotinit në Kipro, duke qenë se edhe Kipra nuk është antare e NATO-s, pra nuk mund të sulmohet dhe nuk ka në këtë aspekt. Edhe pse e sulmojnë, mbetet një përballje direkte midis Anglisë dhe Iranit dhe nuk e aktivizon në NN5 NATO-s, sepse baza ndodhet në një territor të huaj. Pra, pavarësisht asaj. Edhe baza në Diego Garcia, po e njëjta gjë, pra, pavarësisht shumë më larg, është diku të rreth mbi 4000 kilometra dhe nuk besoj që Irani raketat iraniane aq kanë kapacitetin e tyre 4-5000 kilometra, pra mund të tentojnë për të lëshuar, por nuk besoj që do arrijnë derisa mund të arrijë deri në afërsitë të bazës diku, po jo të bëjnë dëme serioze në bazën e Diego Garcias, e cila është në Oqeanin Indian. Kurse kjo e Akrotinën në Kipro, kjo mund goditet edhe me anë të dronëve, pra mund të goditet edhe me anë të dronëve, mund të shkaktojnë dëme të tjera aty në Akrotini. Por varet se sa do përdoret baza e Akrotinit. Për momentin nuk është përdorur, varet më tutje nëse do përdoret apo jo. Këto janë kërcënime politike që i bëjnë palët njëra tjetrës. Futja e Anglisë në këtë futja e Anglisë në këtë është bërë për interesa ekonomike angleze dhe për interesa për arsye se Trumpi ka rritur sërish tarifat e vendeve, për 60 vende ka vendosur sërish disa tarifa të reja dhe në to është edhe Anglia, 2 tarifa të reja, cilat pra si kryeministri i ri kërkon që të uli tarifat dhe po bën një lëvizje, mendoj aspekti është i zgjuar, nuk ka ndonjë problem të madh në rast se lejon, se nuk kanë pra bazat angleze në Angli janë jashtë rrezës së goditjes së raketave iraniane. Pra nuk përbëjnë ndonjë gjë, është thjesht një veprim politik i kalkuluar. Pra përpara se të jepet leja dhe përpara se të bëhet deklarat, jam i bindur që kryeministri i ka marrë gjitha të dhënat e sakta, pra të gjitha kalkulimet ushtarake këto dhe thjesht ka bërë për llogaritjen politike të kësaj dhe ka vepruar politikisht në këtë rast për interesin politik të qeverisë të tij, po edhe të mbarvajtjes së tij politike për të ardhmen e tij, pra që mos dështojë si paraardhësit e tij. Ndërkohë, Dritan, Lavrov dhe Rubio janë takuar për 37 minuta, 38 minuta më duket i kishte media se i kishin mbajtur shënim, edhe përbënte rekord për
le të themi, kohën e shkurtër që i kanë kushtuar situatës, si e vlerëson, sepse në media flitet për një thyrje të akordeve që u arritën në Anchorage në Alaskë, si e vlerëson aktualisht situatën midis Rusisë dhe Ukrainës parë në këtë këndvështrim, në raportet me Shtetet Bashkuara të Amerikës? Para, askush nga ne nuk ka dieni se çfarë është marrëveshja në Alaskë. Pavarësisht se media dhe gjithë referohen si marrëveshja e Alaskës, por sot e kësaj dite nuk ka asnjë rrjesh askund të publikuar se cila është marrëveshja se çfarë është folur në marrëveshjen e Alaskës. Pra për çfarë bëhet fjalë. Pra gjithë po amendësojmë që kanë dalë nga ne, pa mendosojmë për deklaratat e bazuar mbi deklaratat e Rusisë, kryesisht të Lavrovit, edhe të Putinit që thonë që i kërkojmë Amerikës të qëndrojë marrëveshjes të Alaskës. Por fakti që kjo marrëveshje nuk është bërë publike, pra tregon që aty janë biseduar çështje shumë serioze. Jo vetëm për Ukrainën, por pothuajse për gjithë mbarvajtjen tjetër të botës. Po. Dhe kur shpesh herë një palët akuzojnë njëra tjetrën që ti përmbajë sa marrëveshje, historia ka treguar që kjo marrëveshje është në aplikim. Dhe fakti që tregojnë është thjesht për të mbuluar disa veprime të cilat nganjëherë dalin jashtë kontrollit duan s'duan. Dhe Lavrov tashmë i ka kërkuar Rubios në këtë takim që të ndalojë shitjen e armëve Ukrainës, ndërkohë që Rubi ka thënë që ne nuk po i shesim armë Ukrainës, po i shesim nëpërmjet aliatëve tanë, pra, nëpërmjet aliatëve tanë evropian, kryesisht NATO-s dhe gjërave tjera që ja shesin atyre dhe pastaj i shkon Ukrainës, pra nuk i shkon në këtë aspekt. Por kërkesa në këtë aspekt për shitjen e armatimit, pra është goditur dritarja që në vend që duhet të dera, pra kërkohet për mosdhënien e objektivave në Ukrainë, në Rusi. Pra ato që folën pak më parë. Pra mos shitja e armëve ka të bëjë kryesisht me mosdhënien e objektive ndihmës që këto armë të mbërrihen që këto goditje. Dhe përgjigjja e Rubios tregon që e bëjmë nëpërmjet aleatëve. Pra nuk e bëjmë neve direkt, por e bëjmë nëpërmjet aleatëve. Dhe kemi shpjeguar që janë ato Five Eye, pra, ato 5 syt që bëhet. Edhe aty shpërndahet informacioni, është i lejushëm për gjithë dhe normal aty është Kanadaja, Anglia, Japonia, pra ka vendet pra. Është Australia. Pra justifikimi është i tillë. Absolutisht, pjesë e 5 syve që ndodh kjo. Gjithashtu është diskutuar edhe për çështjet lindjes mesme, por për atë nuk është dhënë as, pra thjesht është deklaruar që diskutuam edhe për këtë, por nuk është dhënë asnjë koment se realisht çfarë është diskutuar për këtë. Për çështjen e lindjes mesme. Pra është përmendur vetëm Ukraina dhe të dyja palët kanë rënë, pra në deklaratën e dyja palëve përcaktohet një gjë e qartë që po Ukraina mund edhe të mbyllet në tavolinë, pra me bisedime, pra është lënë një hapësirë e tillë që mund edhe ta mbyll, po mund edhe ta mbyllin. Pra kur thua mund edhe ta mbyll, domethënë që është në dorë të këtyre palëve, pra duan apo s'duan. Po për momentin nuk duan. Pra tregon qartësisht që Amerika dhe Rusia nuk janë të volishme ose nuk duan që për momentin ta mbyllin Ukrainën në tavolinë. Kështu që do të vazhdojë Ukraina, edhe më tutje do të vazhdojë luftën e saj, një luftë e cila është e humbur për Ukrainën dhe humbja për Ukrainën do të jetë masive, pra përveç që po humb territor, përveç që po humb njerëz, po ka rrezik nesër të humbashë edhe shtetësinë e saj. Dritan, të falenderoj shumë që të kisha. Në këtë pjesë të dytë të emisionit është bashkuar me mua Endri Tafani, politolog, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Endri, kënaqësi që të kam si gjithmonë. Si gjithashtu. Endri, çfarë po ndodh në lindjen e mesme? Ka të paktën me të shikojmë nga komentatorë edhe media, njoftohet që në tavolinë e Donald Trump është rikthyer sërish ideja e ndryshimit të regjimit. Në Izrael po bëhen gati ato tunelet dhe bunkeret e luftës, paktën çfarë raporton media, ndërkohë janë futur në lojë avionët strategjik B1, çka parajmëron një avancim në këtë histori. Britania gjithashtu i është bashkuar apo ka lejuar që Shtetet Bashkuara të Amerikës të përdorin bazat britanike për të goditur Iranin. A jemi në një moment ku mund të shkojmë, sepse kishim edhe është edhe si opsion, pra një all out war sërish, në një luftë totale sërish? Lufta ka po të njëjtin ritëm që ka pasur përpara mirëndumit të mirëkuptimit, po ta shikosh.
Atëherë, pjesëmarrja e atyre avionëve që janë B1 apo B2 tregon që do ketë goditje ndaj atyre që janë bunker nën toksor. Sepse goditjet që kryen në avionët e tjerë, përgjithsisht janë me bomba që janë më të lehta, dhe që nuk janë të atë tipit që shkojnë për shembull shumë metra thellë dhe pastaj shpërthejnë. Pra, ata avion të cilët si B1, si B2, që kanë aftësi të mbajnë atë lloj bombe, tregon që ideja është që do goditen si në rastin e parë kur goditen ato që në bazën Fordo apo në vende të tjera ku mendohet që bëhet fjalë për atë pikex, mountain. Mali Kazan. Tani mendohet që do goditen prap, pra afrimi tregon që kjo është ideja. Pra, do ketë goditje në ata që janë bunker nën toksor apo fabrika që janë nën toksore në kuptimin e prodhimit të materialeve, po themi raketave apo të tjera. Pra, afrimi tyre në kupton këtë gjë. Dhe duke qenë se nuk kupton këtë gjë, tregon edhe në një farë mënyrë një rritje të asaj që është gama e goditjeve dhe zgjerimit të konfliktit. Sepse nëse në fillim për shembull do ishin mjaftueshëm ata që ishin avion F-35 apo të tjerë, të cilët godisnin, po themi, një hekurudh apo një port apo një kull kontrolli apo anije që lundronin, tashmë kalohet në një fazë tjetër me bombardime të rënda. Pra, në një farë mënyre, si thua, zgjerohet ajo që është gama e goditjeve dhe tregon që ka një zgjerim konflikti, por që nuk është zgjerim i cili nuk kishte ekzistonte që më përpara. Këto goditje kanë qenë edhe në radhën e kaluar. Ato që mund të shikohet në këtë rast është pra vullneti Trump duket sikur ka më tepër po themi ndryshim në krahasim me atë që ishte periudha përpara memorandumit. Duket sikur Trump është më i vendosur për të arritur atë që do. Sipas Axios, kjo goditje po peshon që t'i jap një goditje më të madhen që është parë deri tani. Të paktën këtë thot Axios. Tani këto egzagjerimet e gazetave janë një çik si puna e atyre, për shembull, nëse mbani mend kur ishim radhës kaluar që u godit, jo radhës kaluar, por disa hera që kur u godit Moska nga Ukraina, se thanë ata do i bëjmë përgjigjen kundër përgjigjet më edhe në fakt nuk ose u bën ndonjë gjë e madhe. Shiko, konflikti është në atë shkallë e cila është shumë e vështirë që ti ta zgjerosh më tepër, sepse Irani vetë, si përfaqe, është si të marrësh Gjermani, Francë, Spanjë, Itali bashkë, pra ti marrësh gjitha këto vendet, pra përdor një idenë se sa i madh është. Pra, dhe për të kryer një fushatë ajrore, për shembull aleatët në luftën e dytë botërore, kur bënin fushatë, bënin mbi Gjermaninë, po bënin vetëm mbi Gjermaninë, nuk bënin njëkohësisht edhe mbi Francën, edhe mbi Italinë, edhe mbi Spanjën, sepse sipërfaqja është jashtëzakonisht e madhe. Kështu që ato mendime që kemi ne për luftën e dytë që akoma vazhdojnë në mendjen e atyre që mendojnë që janë teorician ushtarak, domethënë në këtë rast nuk mund të aplikohen, sepse sipërfaqja është jashtëzakonisht e madhe dhe kostot janë jashtëzakonisht të mëdha. Një nga pikpyetjet më të mëdha që ka kjo luftë për Shtetet Bashkuara të Amerikës është a ka mundësi ekonomike dhe kohore për të prodhuar materiale që ta mbajë këtë ritëm të lartë. Pra, ti mund të prodhosh bomba, po themi. Po sa shpejt mund t'i prodhosh? Se mirë është pjesa po themi, e kostove ekonomike që po themi hajde mund edhe ta kalojë Shtetet Bashkuara të Amerikës sepse kanë buxhet madh. Puna është e kohës. Secila prej atyre raketave do kohën e vet për të prodhuar. Dhe ti nuk mund të po themi të kalosh në një shkallë të madhe masive të prodhimit të mjeteve luftarake pa ndryshuar strukturën ekonomike. Kështu që pikpyetja më e madhe për momentin është sa do zgjasi kjo që është kështu për shkak të pikërisht të kësaj efektit kostove ekonomike dhe të kostove kohore, plus risku strategjik që ti mund të mbarosh rezervat e tua ndërkohë që ke një konflikt potencial në Taiwan me Kinën. Dhe kjo është pikpyetja më e madhe mbi atë Shtetet Bashkuara të Amerikës, domethënë edhe mbi komandin qendror që kanë ata. Kjo mund ta konsumojë së tepërmi, po thua Endri? Po, patjetër që jo mund ta konsumojë, është duke konsumuar, nëse mbani mend, kur ndodhi para memorandumit, pra kur ishte e fushata e parë, u harxhonin jashtëzakonisht shumë, po themi, raketa Patriot apo raketa tjera. Edhe Tomahawk, po. Dhe aty bile u kuptua edhe fakti që tashmë, po themi, nuk mund ta vazhdosh me luftën me atë idenë
e superioritetit të armëve. Ndonjëherë arma e lirë është më e mirë. Pra ti nuk mund të harxhosh $4 milion raketë Patriot për të gëzuar një dron që është $30.000. Sepse e para punës është kosto shumë e madhe, $30.000 me $4 milion janë jashtëzakonisht diferencë e madhe, është shumë asimetri. Dhe e dyta punës, ai droni prodhohet për 2 orë, kurse për të prodhuar një raketë Patriot duhen 6 muaj. Pra, është si thua, nuk mund të vazhdohet me këtë ritëm. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë parë këtë dhe duke u nisur edhe në eksperiencë që kanë me Ukrainën, kanë filluar të ndryshojnë strategji, kanë nxjerr disa versione më të lira. Objektivi kush është? Lockheed Martin për shembull ka nxjerr disa versione më të lira, ka nxjerr një version me një dron tjetër i cili është me valë elektromagnetike, pra nuk është më dron që ka goditje, po themi, për të goditur diku një objektiv, po ngrihet në ajër dhe identifikon dronat apo tuf dronat që vijnë dhe i godet me valë elektromagnetike në kuptim për të shkatruar, për të djegur qarqet edhe pastaj rikthehet prapë në bazë. Pra po mundohen tani që të gjejnë zgjidhje edhe këtë pjesën e kostove Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse e kuptuan, pra eksperjenca me Iranin e parë, e të kuptonin që nuk mund të vazhdohesh një luftë me atë strategji të vjetër. Asimetrike. Nuk totalisht asimetrike. Pra, një luftë asimetrike është e pamundur, domethënë edhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të vazhdojë. Ndërkohë, Endri, objektivi i këtyre sulmeve cili është? Vazhdon të mbeten Shtetet e Bashkuara të Amerikës tek përpjekja për të përmbysur regjimin, se kjo më bëri përshtypje, domethënë. Dhe këtë e kishim te Jerusalem Post, në tavolinën e Trump rikthehet opsioni i ndryshimit të regjimit. Mbase rikthehet ose mbase është një tentativë e Trump, siç doli në fillim që tha ne duam ndryshojmë regjimin, nëse mbani mend edhe në fillim kur nisë fushat. Dakor, ky ka qenë objektivi, por pra ideja e Trumpit është politizosh librin e tij Art of the Deal, domethënë arti i marrëveshjes, është kjo që ti duhet të ushtrosh presion maksimal mbi tjetrin për të marrë marrëveshjen më të mirë. Për të marrë marrëveshjen më të mirë. Pra ai thotë unë dua të ndryshoj regjimin, që ata për të ruajtur regjimin mund të heqin dorë po themi në arma bërtamore. Pra, ose nga Hormuzi. Po Hormuzi, Hormuzi është një monedhë e cila nuk mund nuk mund të përdoret shumë. Nuk mund të përdoret shumë sepse çdo vend aty pastaj gjen zile të tjera. Për shembull, Iraku tani është duke u ndërtuar, pra fushat e naftës dhe të gazit që janë në Irak, janë duke u ndërtuar, po themi, tubacione të cilat gazin dhe naftën irakene e nxjerrin. Ata kanë në drejtim të Turqisë, po tani kanë duke ecur në drejtim të Sirisë, në drejtim të Jordanisë dhe Arabisë Saudite për të dalë në detin e Kuq. Pra, shmangin Hormuzin. Njëkohësisht është duke ndërtuar një gjë të tillë, është duke ndërtuar dhe pra duke rritur potencialin e asaj që ka linjë ekzistuese është Arabia Saudite me atë të vetën. Emiratet e Bashkuara Arabe janë duke rritur potencialin për atë tubacionin tjetër kanë që e bëjnë bypass e puzë. Kuvaiti njëkohësisht është duke gjetur marrëveshje, po themi, edhe me Irakun e këto tjerë, pra që naftën e vet ta kalojnë nëpërmjet këtyre tubacioneve të pra në fund të fundit çfarë do ngeli ngushtica e Hormuzit nëse gjithë bota e gjen mënyra për ta nxjerrë në krahun tjetër, pra e nxjerr direkt në mesdhe. Pra është një monedhë e cila nuk duhet mbi përdorur, si thua. Mund ta përdorësh, po jo ta mbi përdorësh, sepse rrezikon pastaj të kthehet në kundërproduktive, që të gjithë e heqin aty dhe ty pastaj të rroftë pjesa e kanalit të ngushticës së Hormuzit. Endri, po gjithsesi, në rastin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, ajo që ka qenë kërkesa kryesore e Shtetit Bashkuar të Amerikës janë armët bërtamore. Dhe kam përshtypjen që nuk kuptohet edhe nga një pjesë e mirë e atyre të cilët mendojnë që i kanë ndjekur ngjarjet, ndërhyrja e Shtetit Bashkuar të Amerikës ka qenë për armët bërtamore. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë bërë qartë që nuk do i lejojnë Iranit të ketë armë bërtamore. Këtë e kanë bërë më së qartë. Po, është vi e kuqe. Kjo është jo e kuqe, po ma vi. Pra, është për Shtetet e Bashkuara të Amerikës është e papranueshme që Irani të ketë armë bërtamore. Dhe duke qenë se Irani në anën tjetër nuk ka hequr dorë kurrë nga ideja për të patur armë bërtamore, ky është thelbi i gjithë konfliktit. Dhe këtu do të po. Dhe ndodhi tani, sepse tani është pikërisht ajo dritarja për të ndërhyrë. Irani ishte duke rritur potencialin e vet të raketave me rrezet mesme apo me rrezet gjatë. Dhe këto raketa që janë edhe teorikisht më të lira se sa, po themi, ato
po themi të ndërtosh, po themi avion apo të krijosh një superioritet ajror e të tjera, ti ke mundësi që pasaj të kthesh në shantazzues. Pra, imagjinoni, Irani kishte rreth 3000 raketa, nëse mbani mend, fillim të luftës, dhe sa e vështirë ishte për Shtetet Bashkuara dhe aleatët e vet, që i harxuan më njëherë bateritë e tyre Patriot, për të përballuar këtë presion. Dhe ky presion vazhdon dhe akoma. Këto raketa që godasin, sot në darkë kishin goditur një në ato qendrat e Amazonit, data center të Amazonit, e cila është në Bahrein. Dhe kjo asimetri ishte me një numër që ishte i madh, por relativisht i vogël, po të mendoje që plani i Iranit ishte që të kishte 10.000 në vend të 3.000. Me 10.000 do ishte pastaj e pamundur që ti të ndërhyje në Iran. Pra, në qoftë se Irani vazhdimisht thoshte pra në kuadrin e një kërcënimi ushtarak e mbante të fshehë ose si thua të zbutur atë që ishte programi vet bërthamor, pra e mbante si thua jo tani kështu, jo po i fshihej, jo po nuk pranonte njëherë inspektorët, pastaj pranonte, apo mos nxjerr me këto tjerë, pra zvarritej, në krau tjetër rriste numrin e raketave. Dhe kur të arrinte pikun, pra kur të arrinte 10.000, 15.000, 20.000 raketa, i thoshte largoni, s'kam nevojë për ty fare, sepse unë kam një potencial aq të madh me raketa, se s'ka asnjë fuqi ushtarake që mund të më sulmojnë në rajon, sepse unë e bëj zjarr gjithë rajonin. Po. E kupton? Pra me një numër sigurisht ishte 10 herë më shumë raketa se sa kaq. Dhe kjo ishte e qartë për amerikanët. Strategjia e Iranit ishte tillë, rrit raketat që janë relativisht të lira, në krahasim me teknologjitë e tjera, në mënyrë të tillë që ti të mos kesh avantazh strategjik mbi gjithë tjerët. Pastaj mbi gjithë tjerët që të mos të pengojnë te programi bërthamor. Pra, gjithë këto raketa nuk është për të pushtuar vendet. Kjo është Chelsea që unë të kem mundësi të vazhdoj programin bërthamor. Ti s'më më unë vazhdoj programin, se kam raketën. Shumë strategji interesante. Kjo ishte arsyeja pse Shtetet Bashkuara ndërhyjnë në këtë moment kur numrat e raketave pra ishin në një masë të tillë që ishin shumë, por nuk ishin atë masë aq të madhe. Dakor, po. Sa të ndërkohë nga kryetari i parlamentit në Iran vjen, domethënë nga një anë kemi Trumpin që bën ato deklarata që bën, Galibaf, kryetari i parlamentit, deklaron që